Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa usalli wa sallim ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabina Muhammedin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin wa ba'd. Me lenin Allahut vazhdojmë ligjëratën, vazhdojmë kumbetën ligjëratën e kaluar, ku folëm rreth vezvesave dhe i përmenda 3 pika të cilat janë të rëndësishme që kanë të bëjnë me vezvesat. Realisht ato janë 4, unë 3 i trajtova, na ka mbetë edhe një e cila është më kryesorja. Ajo për të cilën realisht diskutohet në këtë temë. Çështja e parë që diskutuam ishte shkaku i vezveseve. Pika e dytë ishte llojet e vezveseve dhe pika e tretë dëmet e vezveseve. Unë thash që vezveset e dëmtojnë njeriu, edhe fenë e tij, edhe dunjon e tij, edhe trupin e tij, edhe familjen e tij, e dëmtojnë shpirtin e tij, e dëmtojnë çdo senjetën e tij në përgjithësi. Vezveset janë të rrezikshme. Andaj ku qëndron ilaçi? Dhe a ka ilaç realisht për vezveset? Normalisht vezveset janë sëmundje, edhe nuk ka sëmundje që Allah Zogjele ka zbrit tokë, vetëm se për të ka zbrit edhe ilaç. Andaj ai i cili ka problem me vezvese, fillimisht duhet me kuptu që vezveset nuk ndodhen pa lejen e Allahut. Fillimisht është caktimi i Allahut Azogjel, e pastaj shkak normalisht janë shumë faktorë, po faktori më kryesor që zakonisht për çdo fatkeqësi e gjen të parin aty është vetja. Vetja është faktori ndër më kryesor, për shkak se gjunat që vetë njeriu i bën me duart e veta janë ato të cilat ndikojnë te njeriu që të shkaktojnë lloj-lloj probleme në mesin e tyre, edhe vezveset. Allah Zogjel thot: "Wa ma asabakum yawmal taqal jam'ani fa bi idhnillah." A ditë kur dy palë janë ndesh njëra me tjetrën, pala e idhujtarëve dhe pala e muslimanëve, normalisht që ka ndodhur me lejen e Allahut Azogjel. Pa lejen e Allahut s'ka mundësi asgjë me ndodh. Para asaj, paraprakisht Allah Azogjel tha: "Kul huwa min indi anfusikum." Thuaj që ajo është për juve. Realisht çdo bela e cila zbret në tokë, vetja ose esenca do të burimi është thjesht vetë njeriu ose vetë vetja, për shkak se ai është i cili bën gjuna, ai i cili është mëkaton, ai i cili është shkak realisht që Allah Zogjel të i dërgoje dënimet një pas një. Normalisht ai personi i cili ka vezvese, edhe ka këtë problem, unë e përmend edhe më herët se nuk është problem i lehtë, është problem i rëndë. Edhe secili prej neve i cili ka sado pak mundohet ta gjejë një ilaç për shkak se e mundojnë, ja ngarkojnë shpirtin, andaj ai duhet mi marr disa prej mjeteve kryesore pasi që fillimisht e kupton që është prej caktimit të Allahut Azogjel, edhe çështja e dytë është që vetvetja mund që jetë faktori kryesor që ky person vuan prej vezveseve edhe ka probleme shpirtërore. Si mjeti i parë, me lejen e Allahut Azogjel, që do ta përmendi, çështja e parë që duhet me kuptu personi i cili ka vezvese është që ai duhet më bindë që ka problem. Se personat të cilët kanë vezvese zakonisht nuk kanë bindje që kanë problem. Ata mendojnë që janë mirë. Edhe personi kur mendon që është mirë, atëherë shkaktohet edhe problemi më i madh për shkak se nuk ka mundësi me ta me diskutu ose me trajtu problemin e tij. Ai mendon që e ka mirë, edhe kjo është rruga e vërtetë, kjo është rruga e drejtë, edhe ashtu duhet me vepru. E ky person fillimisht duhet që të bindet që ka problem. Nëse personi realisht ka vezvese dhe vezveset e tij janë të rënda deri në nivel sa që ky person do të thotë është shihet, do të thotë dallohet se ka probleme, duhet që të bindet që ka problem. Nëse themi që vezveset janë smundje shpirtërore, atëherë shpeshherë ndodh që personat të cilët kanë probleme shpirtërore nuk i marrin ilaçet. Refuzojnë, për shkak se ata mendojnë që nuk kanë probleme dhe janë shëndoshë mirë, edhe refuzojnë të i marrin ilaçet. E shpeshherë ndodh që ata persona i refuzojnë ilaçet edhe pastaj shkaktojnë edhe probleme më të mëdha. E din këtë ata që kanë probleme ose familjarë në mesin e tyre se si i refuzojnë një numër i madh i pacientëve me probleme shpirtërore, si i refuzojnë ilaçet edhe nuk i marrin. E njëjta është atë problemi i cili ka personi i cili ka vezvese. Ai i cili ka vezvese, nëse nuk bindet që ka problem, atëherë është kot. S'ka mundësi me ta, do të thotë me bashkëpunu ose me ndihmu. Ajo që duhet me vepru sefte, fillimisht është të bindet që ka problem. E pastaj nis do të thotë procesi i përmirësimit të tij. Ka prej tyre të cilët mendojnë që kanë probleme, ai nuk ka problem. Shembull, ai thotë që po argjon shumë ujë,
ai thot që ti e fal namazin shumë shpejt, ai thot që ti e kry një lloj ibadeti shumë lehtë, për shkak se atij i duket që çdo sen tjetër jashtë veprave të tij është gabim. E ky person kur e ka këtë bindje, atëherë normalisht që me ta shumë problem do thotë që diskutohet. Çështja e tij, ai që duhet me kuptu këtë problematikë është se çështja e tij nuk është ibadet. Ai mendon se nëse ai do thotë shembull harxhon shumë ujë, po supozojmë, ose falet shumë ngadal, 10 herë duhet më mundu për me thonë Allahu Ekber, nëse ai mendon që kjo është për ibadetit, atëherë gabon. Se vezvesja e tij nuk është ibadet. Vezvesja e tij është smundje. Allah subhanahu wa taala thot inna Allahu yuhibbu tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Allah i do ata që pastrohen dhe Allah subhanahu wa taala i do ata që pendohen. E Allah subhanahu wa taala nuk i do ata që kanë vezvese. Edhe nuk e do një person i cili vuan edhe ka probleme të tilla, po flas në aspektin e veprimit, për shkak se veprimet e tyre janë gabueshme normalisht. E këta persona zakonisht e kanë këtë problematikë në fillim. Ata nuk binden që kanë problem. Ata duhet që të binden fillimisht që kanë problem, e pastaj të fillohet procesi me ta, që është proces jo i lehtë, është proces shumë i rëndë. Pejgamberi sa kur ishte puna te avdesi, pejgamberi sa thoshte merrni avdes 3 herë. Do thotë qëllimi është ka 3 herë lani gjymtyrë të abdesit. 3 herë. Dhe tha pejgamberi sa tha ky është abdesi. Kush e te i kalon kët, atëre ky dëmton, ky person do thotë vetë e ka tepru, i ka kalu kufit, edhe ky person ka bërë padrejti. Ky person i cili merr më shumë se 3 herë avdes, i ka gjitha këto, i te kalon kufit, ka bërë padrejti, edhe realisht dëmton veten e tij, po i dëmton normalisht edhe tjetër për shkak se e tepron. Me këtë pamësim e ka mbyll këtë dirë. Me ta bëj qartë me ti se për te kësaj mos shko, ndalu. E tash nëse ti e ke një problem, edhe ti shembull merr 5 herë, po 6 herë i lën gjymtyrë, ose 7 herë, ose 8 herë, ose 10 herë, ose 1 orë, ose 2 orë, do thot problemi nuk është se veprimi jot është ibadet, po problemi jot është problem, i cili duhet mu trajtu dhe i cili duhet do thot patjetër për me shikuj. Prandaj thoshte Ibn Qayyim rahimullah që ky person vetë e kundërshton udhëzimin e pejgamberit sa se ky person në realisht ka dalë jashtë kufive të asajna që është esenca, është edhe baza. E para, prej mjeteve që duhet ta kuptojë personi i cili ka vezvese dhe edhe do për me shëru veten e tij, është që duhet mu bindë se ka problem. E kur binde se ka problem, atëherë fillon për me kërku ilaçin e tij. Kjo është mjeti i parë. Mjeti i dytë është dia. Unë e përmenda që një prej shkaqeve të vezveseve është mangësia njohjen e fesë Allahut azza wa jall. Kur personi ka dituri dhe i njeh rregullat e abdesit, i njeh rregullat e ujrave, i njeh rregullat e namazit, i njeh rregullat e gjakut, i njeh rregullat e agjërimit, e haxhit, te ky person nuk është e lehtë që të depërtojë shejtani dhe të bëjë vezvese. Po edhe kur i bën vezvese, në kësi raste, ky person bazohet në atë që e ka lexuar dhe atë që e ka mësuar. Personi i cili e di se pejgamberi më ka thonë që nuk lejohet për mi te kalu më shumë se 3 herë çështjen e abdesit për mi la gjymtyrt, atëra dalët. Se s'mundet më shumë, sa ai e di që është tu e tepru, edhe pse vezvesja nganjëherë shejtani vjen i sjell vezvese tjetër. I sjell shembull thot tamam, thot e kilo, po jo dhe tamam. Thot loja thot edhe pakam, kupton? Edhe ai detyrohet do thot edhe me marr se ka lodhën një herë, sipas atij ndoshta i duket 3 herë, por realisht ai tamam i ka pasur ato 3 herë të mërshmet. Mirë po, kur e di edhe ka njohuri, çështjen e besimit që diskutuam veçanti do thotë e trit ku shejtani fillon për me bë çyqje ndryshme rreth ekzistimit të Allahut azza wa jall, rreth asaj si duket Allahu azza wa jall, rreth asaj a ekziston Allahu azza wa jall, kush e ka kriju Allahun azza wa jall. Gjitha këto e ngushtojnë shpirtin apo edhe e lodhin shpirtin. E personi i cili e di, edhe e di që Allahu azza wa jall nuk shihet në dunjë, edhe e di që Allahu azza wa jall njihet nëpërmjet emrave dhe cilësive të tij, edhe e di që Allahu azza wa jall është bujar, dhe është mëshirues, edhe Allahu azza wa jall është shërues, e kështu me radhë. E njeh Zotin e tij realisht. Shejtani shumë probleme ka që me depërtu te ai, edhe me bindën atë se ti e ke pa nëndër Allah azza wa jall. Se kur çohet në sabah thot e kam pa nëndër Allahun. A kupton ti nalë shuditësh to si kom si një musliman,
me pretendu do thotë që e ka pas Zotin e tij në kur e di që Allah subhanahu nuk shihet në dunjë, po shihet në ahiret. E po si ka mundësi do thotë me ardhur aty normalisht që mos njohja. Çështja tjetër është i jep Allahut pamje, sikurse pamjet e atyre të cilët pamjen e atyre zotave që e shohin në për filma ose në për filma të vizatum, duke menduar që ashtu siç e përshkruan fetë të tjera, ashtu është edhe Zoti jon ose përshkruhet në Islam. Që është gabim normalisht. E shejtani kur e shef këtë boshllok te ai, atëherë shumë lehtë ngacmon, edhe shumë lehtë mashtron. Ai person i cili ka bindje, edhe e di, ai s'ka diskutim, nuk ka vezvese. Nuk ka vezvese se si ka mundësi që njeriu të ringjallet. Nuk ka vezvese se apas ka mundësi njeriu që të çohet pivarri. Kush ka ardhur për jashtë me na tregu? Hadithët. Ne nuk kemi qenë, po kemi hadithe, elhamdulillah, kemi argumente që neve na bindin që ka ringjallet dhe ka jetë varrit dhe pastaj do të secili ka prej neve për me dhënë llogari. E ti realisht e bllokon shejtanin. Edhe s'ka mundësi që të deportojë nëpërmjet kësaj dere. Vjen te abdesi e njëjta. Vjen te çështja e namazit e njëjta. Ti e di se 10 herë Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Alhamdulillah. Nuk është tamam, apo? Ka problem, ka defekt. Ti e di se normalisht si lexohet. Se ti e ke lexuar se sunetin pejgamberi ka vepruar kështu. Edhe ti kur hin ti e di se më një herë Allahu Akbar u kry çështja. S'ka më të diskutim aty. A e bën niyetin as e bën niyetin? Tamam. Ti kur ke hin namaz, ti ke ditë se ku je të hin. Ti ke di se tash i të fol yacin. Nuk ka nevojë ti me diskutu me veten tonë për me fut dyshime që shejtanit më hap derën për me deportuar ti, edhe me të bind që ti se ke pas niyetin për me fol namazin e yacis. Se gabimi e për shkak se realisht vet më një herë zemra ka reagu momentin që ke shku namaz ti e ke di se vesh ku je të shku. E gjitha këto ndikojnë do thotë që ti për me mbrojt vetën tënde. Andaj, unë ju këshilloj për me marr libra me lezu që kanë të bëjnë me çështjet e vezveseve. Gjuhën shqipe janë përkthime disa prej librave, me sa e di Omer Eshkarit, dietarit, do thotë doktorit, janë përkthime. Është një libër, edhe Ibn Qayyimit më duket se ka, janë disa libra të cilët janë përkthime me gjuhën shqipe. Është mirë për me marr me lezu. Se normalisht nëse lexon edhe i mëson edhe vezveset që shejtani zakonisht i përdor qoftë namaz, qoftë në abdes, qoftë do të çështjet e besimit e kështu me radhë. Është një prej libra, nuk e di është i përkthim në gjuhën shqipe, Telbisul Iblis, është thotë një libër shumë i mirë, po nuk e di është i përkthim në gjuhën shqipe, po ashtu edhe Ibn Qayyimit Ighathatul Lahwan, është libër shumë i mirë, megjithatë nuk di a janë përkthime në gjuhën shqipe. Nëse janë, atëherë bleni, merrni, lexoni për shkak se nëpërmjet leximit edhe pasuronu më shumë, edhe e dini mirë se si ka mundësi se shejtani që deportojë deri te njeriu edhe ta ngacmoje aty ku më shumë ti do thot i dhem. Mjeti i tretë është vendosmëria. Nëse nuk ka vendosmëri, nuk vlen asnjë mjet. As mjeti i parë, as mjeti i dytë, as mjeti i tretë. Vendosmëria do thot që personi me qenë i vendost për me largu ato vezvese. Për ndryshe nuk ka mundësi për më largu. Nëse nuk ka vendosmëri, personi cili ka problem me vezvese, atëherë shumë problem është trajtimi i tij. Se personi sa fillon e braktis. Personit edhe tan ditën me i fol, ai person nuk e shef të arsyeshme që me vazhdu për me largu problemet e tij. Edhe pse ai realisht dëmtohet, lëndohet, ka vujqe, ka pikëllim, ka mërzi, megjithatë e shef do thotë që nuk ka vendosmëri. Thoshte një prej xhallarëve, tregonte një rast me një person i cili kishte vezvese, tha e pat vendos për me të i kalu këtë problem. Problemi ishte shumë i thjeshtë. E kishte problem me abdesin. Edhe u bazu te suneti pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. I lot shumë i thjeshtë. Si ka marrë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, çfarë formë do të marrë dhunë. Për të asaj do të bëj sabër që shejtani sa herë që vjen edhe mundohet për me mbind që jam gabim, do të bëj sabër. Tha kur filloj edhe ashtu mor abdes, në fund shejtani shkajmoni. Shejtani vjen edhe dorën tha kur e mirke, për me fërku krahun e tij, i duke sikur se dora nuk i largohet prej lëkurës, sikur se është ngjit. Do thot iluzion tillë që te ai shkakton të dhëmbje të mëdha psikike. Edhe ai mendonte që dora e tij nuk po lëviz, edhe dora e tij do thotë mbetet ashtu. Derisa gradualisht, një ditë, 2, 3, 4, 5, edhe pastaj me lenë Allahut azza xhel do thotë u largu. Ti kërkosh ndihmë Allahut, ti mbështetesh Allahut. Ti jesh i sinqert, edhe ta vendosh
Se me lenë Allahut unë do ta tejkaloj problemin pasi që e kam kuptuar që kam problem. Dhe pasi që e kam mësuar që duhet ndryshe për me vepru, kjo është pika ndër më kryesorët për me tejkalu me lenë Allahut azza wa xal, për me tejkalu këtë problem. Kur njeriu mundohet për me arrit deri në këtë pikë, zakonisht shejtani vjen me vezvese tjera. Ka raste ku personi vjen edhe i thotë ti ke marr avdes, por nuk ke marr tamam. Avdesi jot është i mangët. Nëse e fal namazin me këtë avdes, ti s'ke namaz. Për shkak se nuk lejohet për me u fal pa avdes. E nuk lejohet me u fal pa avdes, nuk kupton që personi i cili falet tallet me fen Allahut. Ai i cili tallet me fen Allahut, ai nuk është musliman. Ai ka dalë jashtë fesë Allahut azza wa xal. Kjo është vezvese tjetër, që vjen do thotë më një herë pas asoj vezvese. Shejtani e di mirë çdo pikë, e di çdo dobësi, edhe mundohet në çdo lloj forme të afrohet birit Ademit. Për shkak se ai e di se nëse i biri Ademit arrin që ta tejkalojë njërin problem, ai do të shkojë te problemi tjetër. Prandaj ka ardhur një hadith i pejgamberit sa ku pejgamberi Allahu të xherë thotë nëse shejtani i vjen ndonjërit prej juve dhe i thotë që ti e ke prish avdesin, le të thotë personi, le të thotë ti po gënjen, i thotë kujt shejtanit. Me transmetim tjetër ka ardhur e thot në vetvete. Nëse vjen edhe shejtani të bind që ti e ke prish abdesin, je namaz, e thun vetën tone, brenda, brendësin, që ti e gënjeshtar. Gënjen, për shkak se esenca është bindja. Abdesi, ti ke abdes, nuk është që nuk ke abdes. Për me prish abdesin janë disa faktor. E asnjërin ti nuk e ke. Andaj nuk ka nevojë ti për me u fut, do thot, për me u futën në këtë lojë, se nëse futesh në këtë lojë, atëre me njerë e ndërpret namazin, edhe shkon edhe merr abdes. Personi i cili e ka vendos, po njëkohësisht e shef, sikur se për marr shembull Duanxhin, ose ndoshta nuk është si shembull do thotë i barabart. E ke po personi i cili e pi duhanin. E le cigaron një ditë, 2, 3, apet kthejt. Nuk ka i vendosur. Ky person realisht nuk e kalon. Kur e le vetëm se atëre kur personin fjalë, ka do thot, tamam, ka vendosmëri, edhe vendos që më nuk i kthena kur asnjëherë. Ky person ka vujtje, është vërtet që ka vujtje. Ky person e ka rënë, është vërtet që e ka rënë, që nikotini ndikon, trupi e kërkon. Ama ai ban sabër dhe duron. E njëjta është edhe këtu. Shejtani e ngacmon në vazhdimsi. Për ta shumë e rënd, me ndejt një ditë pa ato cyqe, pa ato veprime, për ta shumë e rënd. Për mu për ty është shumë e lehtë. Ama për ta shumë e rënd. Me qëndru një javë, është burrni shumë e madhe për ta. Me qëndru më shumë, luftë, betej. Për shkak se shumë betej e rënd, edhe nuk është e lehtë, se aja është mësu me to, aja është ushqy me to, aja është mësu me qëndru 2-3 orë në banjo, aja është mësu me qëndru 3-4 orë për me falë një namaz, aja është mësu, do të thotë, me pas vezvese tilla, edhe në vazhdimsi, do të thotë, vazhdimsi me të lodh, me pyetje, me muhabete. Fatkeqësisht, nëse ju ka rasti, me ta kur bisedon, i përsërisin muhabetet shpesh. E shef që ta sjell telefonin ditën, ta sjell telefonin natën. Kur e takon çdo herë njëjtin muhabet, ta përsërit edhe një herë, se kuptova edhe një herë. Ta sjell telefonin 2 natës, ta sjell telefonin 3 natës. Do thot, probleme ka, ai vun. Ai ka problem, ai vun. Ti ndoshta thua be kjo nuk ka shpinë me men. Atë njërin 2 natës sa më poton për një mesela i tu madh, e thjesht ja ki spjegu 20 herë. Megjithatë ai prap e kërkon. Është problemi se ai ka problem, ai vun. Ai realisht nuk mujtot për mu bind. E për mu bind patjetër do thot duhet angazhim, patjetër duhet sakrificë, patjetër duhet mund. E kjo është ajo që e nxit atë person do thot për me praktikë një vezvese. Për ndryshe ai vazhdon njëjtën rrugë. Ama kur të bindet do thotë që personi me të vërtet ka problem. Edhe shef mo që jeta e tij ka filluar që ndryshohet, për shkak se njerëzit e bojkotojnë, njerëzit e largojnë, nuk ka mundësi me pas kontakt normal me familjen e tij, nuk mundet me qëndru me fëmijët e tij, e shef që nuk del prej shtëpisë tij, e shef që as bagjas nuk del për me punu, e shef që nuk ka mundësi dhe ibadet me bë. Fillon magje ndoshta edhe për me rry Kur'anin, për me rry namazin, për me rry abdesin, atëherë çka ndodh me të? Atëherë normalisht vetëm se ka filluar do thotë që realisht ta shkatroje veten e tij. Ajo një prej çështjeve që ndihmon personin i cili nuk ka vendosmëri, veç pak nëse ndalet. Edhe mendon mirë, a ka dikundi argument që pejgamberi e ka përsërit abdesin?
A ka argument ajo? A ka argument që e ka përsërit abdesin? A ka argument që e ka përsërit gustin? A ka argument që e ka përsërit namazin? A ka argument që e ka përsërit agjerimin? Jo, asa agjin, jo. E pra të mirë, pse me përsëriti? Pse me leju vetën më këton me ronë qatë nivel? Shëriati Allah dhe gjela shumë i letë, alhamdulillah, për nësem shumë thjesht e ka spjegu fejnë Allah. A shumë praktike. E personi i cili e ka këtë problem, normalisht është problem i madhë. E ta është i mirë, si ka mundësi ti me qenë maj ditur se pejgamberi Allah dhe gjela. Ti maj ditur se sahabët. Ti maj ditur se gjeneratët e para. Ata e kanë vepru ka një herë, ti e vepron 5 herë. Ata e kanë falë një namaz, si duhet për një periudhë, ti e falë me orë, e si ka mundësi. Ka problem, ka defekt. Andaj duhet vendosmëria. Kjo është mjeti i tretë. Vendosmëria edhe është një prej mjeteve më kryesore. Mjeti i katërt është përmendja e kurthave të shejtanit. Përmendja e kurthave të shejtanit do të kupton se ti realisht e njeh armikun e Allahut azza wa jall. Ky armik i Allahut azza wa jall është armik i vjetër, siç e përmendë edhe ligjëratën e kaluar. Iluzione që i sjell do të thotë mendjen e njeriu që janë thjesht iluzione, nuk janë realitet. Ato janë iluzione, mirë, po njeriu t'i duken si të vërteta. Kur njeriu t'i duken si të vërteta, atëra për këtë arsye frigohet, për këtë arsye edhe trishtohet, edhe për këtë arsye edhe vepron ashtu si vepron. Kur e njeh që shejtani sjell iluzione të ndryshme, sa ai nuk sjell diçka që është e mirë, ai ta sjell një lloj iluzioni ku qëllimi i tij është o do psoj fetarisht, o të ligështoj shpirtërisht, që me arrit deri te synimi i tij që është kufri. Në këtë rast kur e di që ai ka kurthe edhe bën iluzione, atëherë ndalesh. Ti e di që ajo çyqesh, ai që ta sjell në trunin tan, mendjen tonë thjesht është iluzion, nuk është realitet. Prandaj thuhet për një dietar Ebu Hazim, tregoi për të kur ka hyrë namaz, normalisht sikur se secili që i vjen namaz, shejtani edhe ngasmon se shejtani shkon te ai i cili ka iman, e ke pa i llopovi vjellsi ku shkon? Te një shtëpi e cila është bosh, te një shtëpi e cila është e mbushur. Te një shtëpi e cila është e mbushur, kështu është e njëjta edhe shejtani. Kur ka iman, aty prek, aty ngacmon. Se ta isha s'ka iman, ta as nuk prek, as intereson, për shkak se ai më veç është në rrugën e tij. Thotë bazim kur ka ardhur namaz, i ka thon Ebu Hazim, Ebu Hasimit i ka thonë sa mirë që ti po falesh. Shumë mirë. Shiko, kur vjen shejtani, kur thua shumë mirë po falesh, ku e ka synimin e tij? E ka të shefasia. E kjo i thot prej kur shejtani, vetvete, prej kur shejtanin që kanë bë këshilltar shumë i mirë. Prej kur shejtani është bë çaq mirë me të këshillu. Sa nuk këshillon çashtu. Normalisht ti dush me ditën, dyert, portat se ka të përton edhe ka hise. Ademi alayhis salam kur e ka mashtru, në çfarë forme e ka mashtruar? Në çfarë forme? Si e ka mashtruar Ademi? Ha? Ka gënjur. Mirë, tamam, në çfarë forme? Ka bën Allah. Po, ka bën Allah. Është betu. Ademi s'ka mund me para mendu që mund të mu betu rreshëm në Allahun azza wa jall. S'ka pas mundësi me para mendu. Wa qasama huma inni lakuma nasihun amin. Ka thonë është betu, ka thonë unë jam i sinqert, betohem në Allahun që unë nuk pyej gënjej. Kështu ka qenë betimi i tij. Prandaj është mashtruar. Edhe normalisht mos pres edhe ty ka për të mashtruar ndryshe, edhe ti ka ndonjë. Edhe ka më thonë kështu edhe kështu. E në këtë formë, kur e njeh kurthën e tij, atëherë e di që është iluzion thjesht dhe nuk bie në atë kurthë. Mjeti i katërt ose i pesti është ndjekja e sunetit për mesëm ose udhëzimit i tij. Kretë këtu është problematika. Mos ndjekja e udhëzimit shkakton çon deri në vezvese. Ndjekja e udhëzimit për mesëm të mban çozat asojna që është normale. Për mesasem, për marrë fillimisht të çështjet e imanit. Për mesasem i ka shpjeguar mirë, qartë. Sahabët kur kanë ardhur edhe kur janë ankuar për mesasem se po gjejnë disa fjalë që pesillen në përmendje që fjalë të cilat nëse i kishin thonë, më mirë kishin dashur me qenë të vdekur se sa mi shqiptua ato fjalë. Apo, sikur se plotëve prej neve që na vijnë nganjëherë, na përmend, ose fëmijëve tonë siç e përmenda se zakonisht
mosha periudha e pubertetit është një periudhë ku vezveset fillojnë që të vinë të ata 3 edhe kanë probleme. Çështja e parë që kur shkuan sahabët edhe i thanë për me që mu ankuan, i thanë ja Allah jemi të gjetë disa sene me njën tonë që nëse ne shqiptojmë ato më mira për neve se me vdekë se sa me jetu. Çfarë i tha për me sësem? Tha, a i gjetët? Apo i ngjeni? Apo i ngjeni? Thanë po. Për me sësem tha, kjo është imani i kullum. Pse imani i kullum? Imani i kullum për shkak se këta persona që e ngjenë këtë, normalisht që imani i qonë që të ankohen. Se mos me qenë imani, atëre a i realisht as nuk ka vezvese tilla, as që interesojnë ato. Ama kur njeri ju ka iman, brenda, atëre çka bën? Atëre ankohet. Ankohet se kam vezvese, kam disa sene që nuk du mi pasu në shpirtin tem. E masi s'du mi pasu në ato në shpirtin tem, atëre pa tjetër du të me gjithzidje. E sahabat e kishin këtë problem dhe tha për mësem, elhamdulillah alladhi radda kaydahu ila alwaswasa, ta falëndërimi takon Allahut i cili i ktheu kurthat e tij në vezvese. Edhe nuk i bëri më shumë. Do thotë personat të cilët e kanë çket problem, këta persona zakonisht duhet me kuptu që vezvesja e cila i prek i ngacmon është për shkak imanit tyre. Përndryshe nuk ka mundësi për me ardhe vezvese. Atyre të cilët nuk e kanë këtë problem, as që i shkon ndërmend që pyeti, interesohet atë vend një vezvese e tillë, bile as që i shkon mendja aty. Po ashtu, pejgamberi sem kur u ankuan sahabët, edhe i treguan që kanë probleme tilla, pejgamberi sem tha, ai i cili gjen probleme tilla, le të kërkojë mbrojtje prej Allahut edhe le ti braktis ato, mos ti çojmë mend atje. Tu eudhu billahi minash shaitanir rajim, edhe largu. Me një transmetim tjetër pejgamberi sem tha që shejtani vazhdon ta pyesë birin e Ademit kush e krijoi kët, kush e krijoi kët, derisa në fund thot, po kush e krijoi Allahun. E ti nëse tash fillon shejtani ta bën vezvese, ne thot kush e krijoi qiellin, ju thot Allahu. Kush e krijoi tokën? Allahu. Kush e krijoi njerëzit? Allahu. Po kush e krijoi Allahun? Kush e krijoi Allahun? Atëherë ti ndalesh. S'di, se s'ke përgjigje apo. E pejgamberi sem në tha në kësi raste, le thot eudhu billahi minash shaitanir rajim, për shkak se shejtani atë largohet me sipas një transmetimi, pejgamberi sem tha urdhëroi që të lexoj suratul Kul huwallahu ahad. Momentin që të vinë vezvese të tilla dhe shejtani ta bën këtë pyetje, thuaj Kul huwallahu ahad, Allahu samad, dhe me lenin Allahut do të largohen. Te çështjet e ujrave, si ka qenë udhëzimi pejgamberi sem ka qenë shumë i lehtë, shumë i thjeshtë. Pejgamberi Allahut azza wa jalla te çështja e ujrave nuk e ka diskutuar temën e ujrave sikur se ne që e diskutojmë. Pejgamberi sem ka marrë abdes pite pusi i cili është njohur me emrin Bi'r al-Budaa. Bi'r al-Budaa ka qenë një pus ku te i kanë hedhur softinët. Ka qenë një pus ku gratë që kanë pas menstruacionet i kanë marrë ato leckat i kanë hedhur me gjak në atë pus. Pejgamberi sem prej atij pusi kanë marrë ujë. Prej atij pusi, nuk i ka pas problem. Edhe kur e pyetën i thanë ja Rasulullah, po ky pus ka kështu edhe ka papastërti, pejgamberi sem tha el ma'u tuhurun la yunajjisuhu shay'un. Uji është i pastër dhe nuk e bën papastër asgjë. Derisa nuk i ndrohet ngjyra, era, apo do thot një prej vetive ti. Atëherë bëhet i papastër. Ama përndryshe, nëse ka ujë shumë, nuk ka mundësi do thot ai ujë që të bëhet i papastër. E tash ti a merr avdes, nuk merr avdes. Pse s'merr avdes? Për shkak se ti frigohesh nëse merr avdes uji është i papastër. Realisht pejgamberi sem ka vepruar ndryshe apo udhëzimi i tij do thot është ndryshe. Pejgamberi sem nuk e ka pas problem që të marrë avdes prej enës e cila te ka pas brum. Ma herët është bë brumi, nuk e ka pas problem me marrë avdes. Ti nuk merr. Pejgamberi sem ka pas enë që ja ka dhënë macës me pi ujë, edhe pesha së enë ka marrë avdes. Nuk e ka pas problem, ama ti nuk merr avdes. E po mirë, cili udhëzim është më i mirë? A udhëzimi pejgamberi sem apo udhëzimi im edhe joti? Pejgamberi sem kur kur ka marrë avdes, thuhet që ka marrë me një grusht ujë. Një grusht ujë ka marrë avdes. Me një grusht ujë. Kurse gusëll ka marrë me një sa. Sa janë 3-4 grushta ujë. 3-4 grushta. E të është i paramendoj, ti lash 2 bojlera, pejgamberi sem me 3-4 grushta, apo merr avdes gjysmë bojleri,
E po mirë, tamam. E po mirë, që udhëzimi kujt është udhëzimi drejt? Në në të folë apo për udhëzim? E po mirë, nëse nuk do vezvese me pasën, tamam, ka po për udhëzimin e Pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Merre lexoje udhëzimin e tij. Shikoj se si do thotë ashtu udhëzimi i tij. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam siç e transmeton edhe gratë e tij, Aisha, Mejmuna, që Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam është lë me to. Është lë bashkë me to. E kanë pas një en, jo më shumë. Edhe thot Aisha që jemi lë bashkë për çasa jene. Edhe kemi garu cili pe fut en dorën i parë në en që të marrë ujë. E nuk e ka pas problem. Ashtë lo që ashtu. E tash ti, për ty do thot, nuk është e mjaftueshme, tash ti me mund një bojler me la, atër, ka problem me serios, njëri ka problem, tamam. Problemi nuk ka problem, është i madh për shkak se është israf. Është teprim. Po ashtu për mesesem, kur është mpyqje pastërtia, unë e thashe, për mesesem ka marrë avdes, ka pas raste, njëherë, do thot qëllimi i kalo, ka njëherë organët, gjymtyr do thot e avdesit, ka pas raste, ka 2 herë, edhe kjo ban, ka pas raste, ka 3 herë, një herë është obligim, 3 herë është sunet, për te asoj nuk lejohet. Ma pak se ajo 2, ose ma pak se një zban, për shak se gjymtyra nuk është la. Atëherë në këtë rast do të thot që ti nuk je abdes, nëse nuk lahet një pjesë, një pjesë do të një gjymtyr e abdesit, atëherë nuk je abdes. Mirë po ban një herë, ban 2 herë, ban 3 herë, ma shumë nuk ban, qaq. E këtë kofizume, elhamdulillah, dhe në 3 herë, shka po do ma shumë? Ma shumë vesh që e dëmton vetën tënde, normalisht e dëmton edhe, e dëmton do thot edhe lëkurën tënde. Pejgamberi sa kur falej, pejgamberi Allahu xhel ka pas mundësi, ka pas raste ku ka pas papastërti në trupin e tij, rrobat e tij. Pejgamberi sa ka pas raste kur është ngritën, ndoshta ka pas edhe sperm në rrobat e tij. Nëse sperma ka qenë e thatë, e ka fërku, ose ndonjëra prej grave të tij e ka marrë me leske dhe e ka pastru. Nëse ka qenë e njom, e ka la veç atë vend. Ka pas mundësi që me pas ndoshta edhe gjak për menstruacionet grave. Po megjithatë këto e ka marrë atë vend edhe e ka pastruar. Dash fal, nuk ka pas problem. Ka pas raste ku pensem as falën, fëmit nipat e tij i kanë i përmi shpinë. Ka pas raste ku pemesasem i ka marrë nipat e tij ose i ka pas Huseinin ose ndonjërin prej fëmijëve kanë urinu. Pensem nuk e ka bërë të madhe, me marr keq tash me marr me la me te pi me keq me marr tesha me keq mek, jo. Kur i tham pensem atë marr me ta sjell me një teshë rrobë tjetër, tha jo. Pensem tha nëse është urinë e femrës, atëre lahat, nëse është urinë e gjallit, atëre stërpiket. Çaq u kry. S'ka më shumë filozofi. Urinë, tamam, që kjo është. Përmesesem kur ka pas papastërti, se realisht është rregull në fe. Nëse falësh, ke papastërti me vete, namazin e ke në rregull. Nëse nuk e ke ditë, nëse të kujtohet duke qenë namaz, atëre e merre pastron, do thot e largon çat papastërti që e ke në çat moment. Nuk prishet namazi. Nëse i fal me papastërti, nuk e ke ditë, namazi është në rregull, nuk ka nevojë me përsërit namazin. Tamam, çka po do më shumë? Që shumicën e problemeve që e ki, do thot shumicën e problemeve që e ki, që të janë. Njëjtën udhë kanë vazhduar dhe selefi. Ti ka rastet e sahabët, ka rastet e tabiin, kur kanë marrë avdes as ujë s'ka piku në tokë. As ujë, nuk ka pas ujë në tokë. Imam Ahmeti aq shumë e ka kursi ujin. Kur ka marrë avdes derisa thoshte njërin prinzasve vet, kur mirë ka avdes i dhishta përpara që njerëzit mos ta shohin, që mos mendojnë se s'po di me marrë avdes. Imami nuk po di me marrë avdes. Pse se njerëzit kanë marrë me shumë ujë, ai ka marrë me pak ujë. Për këtë arsye thoshte Imam Ahmeti, thoshte do thotë që prej kuptimit thellë të njeriu se e një fen, është do thotë që kur të marrë abdes me marrë me pak ujë. Ai cili merr me shumë ujë, çfarë kuptimi ka të fes? Kështu kanë qenë ata. Kështu kanë vepruar ata. Ka personi është anku për çështjen e namazit. Ka menduar që ju ka prish, për mesasem i ka thonë atina, do thot i ka thonë atina mos dit prej namazit derisa nuk e dëgjon zërin ose nuk e njohat erën. U kry, mbyllë këtë derë mo. Nuk ka erë, nuk ka zonë, qaq, ama po mdukët, s'ka me dukme. Se ti po mdukët, edhe s'po mdukët, ja qëllë derën shejtanit. U kry. E për këtë arsye, uzimi, për se më është uzimi më i mirë. Çështjen e uzimi ti, çështjen e namazit, për mesasem do thot, a ka përsërit namaz? Sa sejdë i ka bo, sa se sejdë. Vesh nëse ka ndodhur ndonjë gabim, namaz tamam. Ti sa se sejdë i ban. Çdo dyti namaz, treti namaz se sejdë. Ka për atyre çdo namaz se sejdë ban. Nuk është normal be? Nuk është normal. Çdo namaz se sejdë me bë. S'mundet. Është absurd. E ti ku është dallimi, do thot, qëllimi, ku ashtu? Qëllimi është e porulja. Për shembull, kur ka hyrë namaz ka pas porulja të plota, po
ti si ki mend aty realisht. E normalisht që pastaj edhe harron. E përulja ku çon? Përulja çon që me qenë stabil, i qëndrueshëm namaz. Edhe kur del për Allah xhel i jep më i qëndrueshëm. Edhe nuk gabon. Edhe di se sa reqati i kije, edhe di se normalisht se ku je, a je në parë apo je namaz apo ku je, do thot në atë momente. Mjeti tjetër, edhe kjo është mjeti edhe i fundit, me lejen e Allahut azza xhel, është njohja do thotë asu ne përmenda parë se janë kurth, me po do thotë kur e di që këto lloj vezvese realisht janë për një armikut i cili është i vjetër. Edhe qëllimi i tij është ky. Ai nuk e ka qëllimin që të fusë në xhenetin e Allahut. Ai ka qëllimin që të fusë në xhenem. Ai ka një qëllim. Siç ka përmendur Allah, ka thonë thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa min aymanihim wa an shimalihim. Ka thonë ka marrë prej përpara, prej pas, prej ngjallë edhe ka marrë prej lart. I ka përmend gjitha ëndë, mirë po nuk e ka përmend lart. Për shkak se nuk mundet shejtani që ndërhyje mes teje dhe mes Allahut. Çka do thotë kjo? Çfarë do thotë kjo? Kjo do thotë që ti nëse i sinqert, edhe i lutesh Allahut, edhe i vendost, edhe i mëson kurthet. Ata kurthet janë shumë, por në përgjithësi, edhe e di që këto janë kurthe shejtanit. Dhe e di që ky armik e ka një synim, edhe është përbetu deri ditën e Kiametit me qenë armiku jot, atëherë ke shumë më lehtë me lenin Allahut që mi te i kalu gjitha këto. Përndryshe, në këtë formë, na si shmendojmë se i largojmë, është problem. Te na zakonisht kush ka vezvese, kërkon o rukje, o kërkon diçka tjetër. Tamam, nuk ka problem. Këto janë sebepe, mundesh. O me shku te mjeku, te psikiatri më konsultu, o me ardh te rukjegjia me bo rukje, nuk ka problem, për shkak se këto janë mjetet lejume, ose më këshillu, tamam, nuk ka problem. Gjitha këto janë mjete. Ama, pa vendosmërinë tonë, pa dijen tonë, pa përpjekjen tonë, gjitha janë kot. Andaj, mbështeq Allahut azza xhel, kërkon ndihmë prej Allahut, je i vendost, me lenin Allahut do të largohen. Për shkak se nuk është e lehtë. Vezvesja është e rëndë. Vezvesja është një prej shkaqeve të cilat njeriu ja shkatron edhe fen, siç e përmenda disa herë, edhe ka shumë raste kur njerëzit e kanë braktisë namazin, e kanë braktisë fen Allahut azza xhel. Shkaku i këtyre vezveseve, njerëzit i kanë, po nuk i kallzojnë. Njerëzit i kanë vujnë, po nuk i shfaqin, nuk i tregojnë. Për shkak se e di se njerëzit tallen me ta edhe i përbuzin e nëshmojnë, mirë po realisht ata persona kanë nevojë për ndihmë edhe kanë nevojë për krahje. Elos Allahun azza xhel që Allah azza xhel na mëshiron. Elos Allahun që kush ka probleme me vezvese Allah azza xhel atyre të largon, edhe elos Allahun që çdo person i cili vuan për tyre Allah azza xhel ta shëron. Kullu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.